Mirë, rikthehemi në studio tashmë për të vijuar me një nga bisedat e ditës. Do ndalemi konkretisht tek fakti që net çndrimet e të huajve në vend janë mbi trefishuar, ndërsa akomodimet për pushime dhe kampingjet janë rritur me 250%, madje më shpejt se sa hotelet. Kjo tregon qartë se në fakt kemi një dëshirë për të kryer më shumë aktivitete të tilla të cilat rezultojnë më pas në kujtime të mira, por cilët janë ata që preferojnë më shumë kampingjet në Shqipëri dhe çfarë duhet kemi parasysh përpara organizimit të një aventure të tillë. Të gjitha këto do të diskutojmë me Ervin Xhakolli, të cilin e kam në një lidhje të drejtë për drejtë tashmë. Ervin, përshëndes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Unë do doja ta nisja me faktin që flasim me shifra 250%, paktën një rritje shumë e fortë e kampingjeve dhe akomodimeve alternative. Çfarë të tregon ty kjo shifër? Pra çfarë do thotë për ty fakti që kemi një rritje të tillë të interesit, e cila me sa duket i kalon të gjitha nivelet e mëparshme? Mendoj që mundësia në Shqipëri është e pafundme për të bërë kamping, krahasuar me vendet nga jashtë që në parqet kombëtare ose në shumë vende nuk i lejojnë kampingun. Kurse në Shqipëri është e mundur që të bëhet dhe të huajt përgjithsisht që vinë, mund të hapin kudo kamping dhe pa paguar diçka, edhe me ushqimin me vete. Dhe kjo është një nga lehtësirat. Po është një nga lehtësitë, e vërtet. Plus, atë që të ofron natyra shqiptare është mrekulli dhe mendoj që s'mund të refuzohet, është shumë e bukur. Tani më thuaj pak, Ervin, nga eksperienca, cilët janë më të prirur drejt kësaj forme të të pushuarit, pra drejt kampingut, të huajt apo ka edhe shqiptar? Çfarë vëre? Ka të huaj goxha që vinë, sidomos me kamper, por edhe shqiptarët së fundmi kanë filluar goxha që ta frekuentojnë këtë gjë. Sidomos fundjavave është hapur masive, në kohën e verës apo madje më shumë. Dhe përgjithsisht janë të rinj, cila moshë, çfarë po themi profili ka përgjithsisht vizitori i kamping? Shtigjeve të Shqipërisë shikon mosha nga më të ndryshmet, ka dhe të mëdhaja dhe mosha të reja, ka jashmase, sidomos në Alpe, në vende edhe pjesa e jugut ka goxha. Tani, për në verën e dim që kampingu është një formë e mirë e të pushuarit, po në dimër a ka vende të mira ku mund bëhen aktivitetet të tilla dhe çfarë duhet të kemi parasysh, sidomos ata që le të themi po e mendojmë për herë të parë diçka të tillë. Unë fakt kam parë disa nga postimet e tuaj që vetëm përpara pak ditësh në mos gaboj, kishe qenë në një vend me borë, nuk e di se ku konkretisht, edhe pash ato çadrën e kamping të vendosur aty, kështu që padyshim është një alternativë e mirë. Aty jam mes Alpeve ku kam bërë një kalim në zonën e Malësisë të Madhe nga Selca drejt Lepushës, që unë e quaj një ekspedit 3 ditore, ku nuk ka kontakte me njerëzit, është vetëm ajo që ti ke në çantën tënde. Dhe nuk ka, do me thënë, është pjesë e organizimit e vetmja ku nuk ka akomodime dhe je vetëm në natyrën e egër. Do me thënë, varet nga pjesa e organizimit si organizohesh në gjëm personale. Okej, por duhet të bëhet me kujdes e gjitha, apo jo, sepse po flasim për kushtet të veçanta të motit, po edhe për rreziqet të cilat duket se shtohen me dimrin, kështu që së pari duhet të garantojmë sigurinë dhe pastaj të shkojmë për të krijuar një eksperiencë të tillë. Patjetër, siguria është personale dhe në çdo gjë që merr, sepse unë jam një apasionuar dhe si një apasionuar çdo gjë e bazoj tek vetja ime, orientimet, çdo pajisje, sigurie, çdo lloj gjëje, me ushqimin me vete, sepse je gjithmonë në natyrë të egër, sidomos në dimër që s'ke kontakte me njerëzit fare, as në përstane, as për gjë pasi në kohën e dimrit janë të ikur. Dhe masat e sigurisë janë të gjitha personale. Më thuaj pak, cilat janë disa nga gabimet më të zakonshme, Ervin, që njerëzit bëjnë teksa nisen për të bërë kamping?
Gjë e parë që mund të jetë gabim është sensi i orientimit ose hartat ose gabimi mund të jetë kur nisesh vetëm dhe nuk njeh terrenin, nuk e orientimin dhe aq më shumë nuk merr një udhërrëfyes qoftë të zonës apo dikë profesional për orientim dhe për të gjitha kushtet e nevojshme. Kjo është gjëja e parë. Po sa i përket, po themi veshjes, çfarë duhet kemi parasysh, ndonjë mjeti që të jemi të përgatitur përballë ndonjë rreziku që mund të shfaqet në natyrë dhe besoj ju që i organizoni shpesh e përjetoni shpesh diçka të tillë dhe jeni përgatitur edhe mund të ndani nga eksperjenca juaj me ne që le të themi nuk jemi me eksperiencë dhe me përvojë në aventurën e camping, se unë po i quaj aventurë, po besoj e tillë është në përfundim. Po. Në dimër, për mua, dimri ka të veçanta, vera i ka të veçanta. Sidomos kampingu dimëror, duhet të filloj nga çdo detaj vogël, që duhet të jetë në çantë deri tek më e madhja, që fillon qoftë tek një çorape, qoftë tek këpucë mirë, pastaj kthe trakazëm që një alpinist apo një hikers duhet të ketë gjithmonë në çantë, sidomos në kushtet e dimrit dhe ndimën e shpejtë. Dhe diçka që të mundsoj për pak ushqim të ngrohtë ose pije të ngrohtë, që është shumë e rëndësishme. Baza e pajisjeve fillon që tek kthe trakazëm, që te skafandra dhe që çdo gjë është në detaj, që tek dorezat, që tek çdo lloj gjëje duhet të jetë aty. Për çdo lloj, sepse monti në male gjithmonë nuk parashikohet sakt. Edhe në çdo situatë duhet të jesh i përgatitur. Nëse do mund të llogarisim një kosto mesatare, sa mund të shkoj për 2 net, 3 net camping, çfarë duhet ketë parasysh njëri dhe sa kurse në raport me forma të tjera, po themi, në këtë rast? Me thënë të drejtën, në stilin që unë shkoj, jam sa më minimalist, qoftë në pajisje, qoftë në shpenzimet e kostove. E gjithë ideja kur ti shkon në një natyrë të egër, mendohet që do kesh shpenzime karburanti dhe shpenzime ushqimi, pastaj mund dali dhe një drek, një dark, por mendoj që janë minimaliste. Për një fundjavë, mua personalisht nuk më shkoj tek 5.000 lekëshi deri te 10.000 lekëshi, ose edhe më pak. Ervin, mendoj që ka ardhur koha që ne të shfrytëzojmë kapacitetin ekonomik të turistëve, thënë kjo, konkretisht. Ti përmende që një nga arsyet pse ne na zgjedhin, edhe pse Shqipëria është një zonë shumë e mirë për te i bukurive natyrore për të bërë camping, është edhe nuk ka edhe pagesa. Pra, dikush nuk ka pse të paguaj për të vendosur kamperin e tij në një zonë të caktuar edhe për të bërë aty 1 javë, 2 javë apo edhe 3 muaj pushime. Mendo se ka ardhur koha që tashmë ne të fillojmë edhe të aplikojmë pagesa? Po, ka ardhur koha. Këtë verë kam takuar 2 turistë gjerman që ishin ankoruar në jug, anë detit, edhe gjëja që më ka bërë përshtypje dhe diskutimin që kam bërë me ta, sepse vura re që kishin pinin një pije, një birë, edhe bira që e gregut, nuk që e birë shqiptare. Edhe biseda me ta për mua që, po, si mund të vish në Shqipëri dhe nuk mund të blesh një birë, sepse ti ke hapur kampingun këtu, nuk e paguar asnjë taks, asnjë gjë, edhe në fund fare pi dhe birën greke dhe atë mbeturinën ti e lë po prap në Shqipëri të vjen keq. Të paktën ky ka qenë diskutimi im me disa turistë të huaj. Duke qenë i apasionuar pas natyrës shqiptare, arrita te ky diskutim sepse vinë njerëzit, hapin kampingun ose kamperin e ankorojnë dhe në të njëjtën kohë nuk lën asnjë kosto në Shqipëri. Në të kundërt të shkosh jashtë, kur unë kam mbredhur Alpet e Europës në 3 shtete, aty paguaje qoftë dhe internetin për gjysmore, paguaje edhe qoftë dhe dushin, për pak ujë të ngrohtë paguaje me një kosto 2 euro, që e kishe kështu, kurse tek neve janë gjitha free, ai hap kampingun, kalon doganën, nuk paguan asnjë gjë. Dhe për këtë të vjen pak keq. Kështu që turistët kur vinë me që camping e bëjnë falas tërësisht këtu, të paktën të bëjnë të qarkulloj ekonomia lokale, pra të blej ato frutat, perime diku aty, pijet sikurse që është kosto shumë e vogël.
është kosto shumë e vogël dhe ata e hapin kampingun kudo, në çdo vend e si u thot kush njeri, kurse në të kundërt jashtë nuk e ke fare këtë mundësi. Tani, në përfundim për ta mbyllur, do më japësh disa nga idetë më të mira për të bërë camping këtë fundjavë. Është e njëjtë sot, nesër e premte, 2 ditë pastaj e shtunë e diel, besoj janë të mira për të bërë camping, po edhe që të mos jenë shumë larg, edhe të jenë terrene të arritshme. Shqipëria është pafund e bukur që mund të bësh hiking dhe camping kudo. Për shembull, un kam një plan për këtë fundjavë që të shkoj në Lur, mund të flë në fush Lur dhe të nesme në herët të nisem të bëj një ngjitje të një majt në liçenet e Lurës. Një mendim imi. Pastaj mundësi ka pafund ku është malësi e madhe, ku është tropoja. Në çdo vend të Shqipërisë mund të bësh hiking dhe camping. Për fat mirë ka shtigje, ka mundësi të shkarkosh harta digjitale për orientim. Madje unë jam e bindur Ervin që edhe nëse i futesh në obor ndonjë familje shqiptare, megjasa nuk do të thoj asgjë dhe do vazhdoj që të thoj po s'ka gjë, qëndroj e mirë pritur. Po, kjo është e pa diskutuar. Kudo që të shkosh, nuk të ngacmojnë kur, janë shumë mbështetje, sidomos kur na shkojnë me çantat e mëdha, çuditen edhe na presin shumë mirë. Pastaj çuditen akoma më shumë kur shikojnë shqiptar, se thonë shqiptar me çanta të mëdha s'ka mundësi. Ervin, unë falenderoj për bisedën edhe leturojmë që ky lloj turizmi do të bëhet gjithmonë edhe më i konsoliduar sa i përket vendit tonë. Biles, unë njuftoj që ta provoni dhe ju njëherë këtë lloj sport. Patjetër, me kënaqësinë më të madhe. Të falenderoj edhe një herë dhe ditë të mbarë. Mirupafshim, ditë të mbarë dhe për. Mirë, ishim me Ervin Xhekolli, folëm pikërisht për camping në Shqipëri, është një nga mënyrat më të përhapura, të paktën gjatë vitit të fundit.